wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mirë. Pak përsëritje inshallah. Fjala që e morëm mutaaddin thot pse janë me tanvin me kasra, kena fol pak edhe kur tham për madhin. Edhe pse sot s'kena me sqaruar arsyen, po këto dy fjalë, për shembull mutaaddin edhe madhin, nëse janë të pashuara, trojta me pashuar, mbarin kasra. Tanvin me kasra. Nëse qëtë i shun me el, atër qysh bëhet? El mutaaddi. E zjarë, po. El mutaaddi ose el madhi. Se bëhet kështu, inshallah, këto e arsyeja sharot kur në avancojnë ma shumë, do ka nivel më të lartë. Mirë po, do të me ditë që kur t'ja ek elin, bëhet mutaaddin ose madhin, edhe se qëtë elin bëhet el mutaaddi ose el madhi. Njëjtë është për shembull nëse thojna el qadi, që është el qadi, gjykatësi, kadia. Thojna qadin. Ad-da'i thirrsi. Da'in, e kështu më radh. Pra thamë mutaaddin është folja e cila ka fuqinë që të kaloj tek marrësi, pra është folja kalimtare. Pra në parim, kjo folja ka nevojë për të dyjat, edhe për vepruesin, edhe për dik, ose diçka ndaj cilit është vepruar. Ka nevojë për dyjat. Një mënyrave tjera që nashta se përmenu më lart për me ditë me dallu mutaaddin prej lazim është me pyet çfarë ose kush. Pasi të përmendet vepruesi. Me pyet çfarë ose kush pasi që të përmendet vepruesi. Dhe lazim nuk mundesh me pyet me bë pyetjen çfarë ose kush. Për shembull, nëse thu darabtu, çfarë do thot darabtu? Unë godita. Këtu mundesh me bë pyetje çfarë ke godit ose kënë ke godit. Do thonë lejon kjo folja me pyet kënd e godite ose çfarë godite. Mirë, po nëse themi gjelestu, ana lejo të me pyet, do thot jam ulur, gjelestu, jam ulur. Ana lejo të me pyet çfarë ose kënd, s'lejohet. Ti ule çfarë ose e ule kënd, do të thonë piksoj e kuptojnë që folja është lazim, nuk është mutaaddin. Gjelestu, jam ulur. Nëse marrum tjetrën katabtu, kam shkruar, atër këtu është e lejuar me thonë çfarë ke shkruar. Katabtu, kam shkruar, çfarë ke shkruar. Prej kësaj e kuptojnë që folja është mutaaddin. Nëse marrum tjetrën, dhahiktu, kam buzëqeshur,
kam buzëqeshur. Këtë rast nuk na lejohet me pyet çfarë ke buzëqeshur se kënd ke buzëqeshur. Për arsye se është e papranueshme kjo. E pakapshme. Kjo kuptojna që folja është lazim. Un kam buzëqeshur. Me kështu më radh, do thotë në këtë mënyrë e dallojmë foljen prej mutaaddin prej asaj lazim. Do duke pyet çfarë ose kush ose kënd e kështu më radh. Pra, sema edhe qiyas. Qiyas ka kur ke një parim të cilët i kthehesh, i referosh. Kurse sema është kur nuk ke parim. Ose, pra dyja janë, ose kur nuk ke parim, po thjesht është dëgju kështu për arabe, ose kur ke një parim mirë po, një parim që do të mu pasu mirë po ajo fjalë, pa ndonjë arsye ose për ndonjë arsye që e kanë ditë arabët e mëhershëm, nuk e ndjek parimin. Ose kanë folë ndryshe, nuk kanë folë sipas parimit. Mirë. Ajo fjalë që e ndjek parimin quhet qiyasiun. Fjala që shkon sipas parimit quhet qiyasiyun ose folje. Për shembull thu fi'lun qiyasi. Fi'lun qiyasi. Dërsa ajo që nuk e pason quhet fjala që e pason parimin quhet qiyasiyun. Kurse ajo që nuk e pason quhet sama'iyun. Sama'iyun. Kjo çka kemi thonë më herët, çfarë tregon? Kush kujti kujto? Përkatësinë. Pra, kur ti referohesh diçka tjetër, kur diçka i referohet diçka tjetër, atëherë ose i përkat janë çesën këtë janë. Për shembull, thu po. Ai që i përkat selefit ose ndjek rrugën e tyre quhet selefiyun. Ai që e ndjek mëdhëbin Hanefi quhet Hanefiyun, Malikiyun, Shafi'iyun, Hanbaliyun, Sunniyun, që pason sunetën e pejgamberit, Misriyun, po, Suudiyun, Albaniyun, Almaniyun, Gjerman, Amerikiyun, Amerikan, Fransiyun, francez, Rusiyun, rus. Në i përket rrugë. Pra kur e quajmë një fjalë qiyasiyun ose sama'iyun, nuk do thotë se ajo vetëm është qiyas apo sama, por është si referencë. Është si referencë, cilës do thotë i kthehemi. Për shembull thonë fil qiyasi, folja është qiyasiyun, pra është si lloj referencë që na vazhdimisht i kthehemi asaj edhe ndërtojna mbi to. Pra qëllimi rasti kur bëhet qiyas, një rast. Kur bëhet qiyas? Po bëhet qiyas kur ndodh aq shpesh sa që kalon në parim. Po mund të bëhet parim. Për shembull për jetës përditshme, na e dim që për shembull gruaja ose nana gjithmonë e vendos çantën e dorës në varse kur është në shtëpi. Po në varrall e heq pe vendin ose çantën pe atij vend. Po kur është në shtëpi. Kur dal për shtëpisë e merr, kur të kthehet e çet atë në vendin kusht. Edhe ti mbas sa na mundesh me bë këtë parim. Edhe më thon sa që çanta e dorës nuk është në varse, atëherë din që nana nuk është në shtëpi. Edhe din që nana nuk është në shtëpi. Edhe sa që varsia e dorës është çanta është në varse, çanta e dorës atëherë din që ajo është në shtëpi. Mbas saj pra na kena formuar një qiyas. Na bosin një lloj parimi. Një do për shembull se drejtori është Dardani, drejtori ka dy vetura. E ka veturën personale edhe veturën zyrtare të punës. Veturën e punës e përdor gjatë orarit të punës. Kurse personalen e përdor kur shkon në shtëpi. Edhe na supozojna që i kena vizituar shpesh në vendin e punës shumë herë, për vite me radhë. Edhe kena vret këtë gjë.
Domethënë që kur është në punë përdorim veturën zyrtare, kur është shkon në shtëpi përdor ato personale. Edhe kështu në këtë mënyrë kena arrit deri te një qiyas, te një parim. Pra çka është qiyasi këtu? Kur është vetura personale e drejtorit në bord punës, atë themi se ai është punë. Ndërsa kur nuk është vetura tina personale atë, a dina që do thot ai nuk është në punë. Ai nuk është në punë, mirë po ka shku të shtëpia. Mirë po çfarë ndodh nëse i gjejna dy veturat atë, edhe ato personale, edhe ato zyrtare. Edhe e dina që drejtori nuk, edhe shohim që drejtori s'ka punë. Atë kjo është përjashtim. Kjo është sama. Është përjashtim. Kjo llogarit përjashtim dhe shohet te sama. Pra këto folje që i marrëm më herët qala, ba'a, shara, da'a, tjetra bagha, për shembull, që përmendëm më herët. Por shkak të analizave të thella që janë po dietarët e gjuhës arabe, edhe kur i kanë studiuar shumë fjalët, e kanë vrejtë se gjitha këto folje pasojnë një parim të caktuar. Ajo që e përmendëm më herët. E cila është se kur wavi ose ja, pra që janë haruf illa, kanë një harake edhe para sajna është shkronja e cila ka fetha, atër ato shndrohen në alif. Ato shndrohen në alif. Pra me fjalë tjera, qiyasi është një rutinë e cila kthehet në parim. Qiyasi është një rutinë e cila kthehet dhe bëhet parim. Mirë. Kapitulli i parë tham është fa'ala yaf'ulu. Kapitulli i parë tham është fa'ala yaf'ulu. Tash këto na hin punë këto sema dhe qiyas. Para se me fillu me kapitull. Al-babu al-awwal, kapitulli i parë është fa'ala yaf'ulu. Ky kapitull është qiyas. E shkojnë këto. Ky kapitull është qiyas në 3 lloje të foljeve. Është qiyas në 3 lloje të foljeve. Mirë. Lloji i parë i foljeve që ndjek këtë model, pra kapitulli i parë, është shkojna në ne çdo folje në të cilën waw në të cilën wavi është ainul kelime. Kjo është lloji i parë i foljeve. Pra ky kapitull fa'ala yaf'ulu është qiyas në 3 lloje të foljeve. 3 lloje të foljeve. Lloji i parë i foljeve që ndjek këtë kapitull, pra këtë model, kapitulli i parë është çdo folje në të cilën wavi është ainul kelime. Çka është ainul kelime? Kur do të na kallëzu? Po. Po shkronja e dytë në ku? Në mizanu sarfi, peshore. Shkronja e dytë në peshore. Po shkronja e dytë rrënjësore e foljes, e cila vjen paralel me shkronjën e ajnin e peshorës, fa'ala. Ajnin e peshorës, po fa'ala. Shembull për këto është, kush e din? Çdo folje në cilën është waw është ainul kelime, qala. Qala. Shembull për këto është folja qala. Qala. Waw është ainul kelime. Pse është waw ainul kelime? Po, ja nuk thojna. Është ain, për arsye se në origjinë, që thamë më herët, është qawala.
qawala. Pra në esens wawi elifi ajni saj në esens është një waw. Në esens elifi I qales është waw. Pra është qawala. Edhe shkujna thëmë. Në esens ajni I saj, pra I foljes është një waw. Pra është qawala. Qawala. Qa do thot kjo? Do thot se kjo folje I takon kapitullit parë, fa'ala yaf'ulu. Kjo folje I takon kapitullit parë, fa'ala yaf'ulu. Qysh bëhet qala, fa'ala yaf'ulu? Arab tash thojnë qala yaqulu. Arab thojnë tash qysh e folën, thojnë qala yaqulu. Ai ka thënë, ai thot. Mirë po kjo para se me kon qala yaqulu, para se me kon qala yaqulu, kjo ka qenë qala qawala yaqulu. Qawala yaqulu. Pra ka qenë kemi thonë qysh, e kemi marrë në dersën e kaluar qysh formohet mudari prej madhit. Qawala yaqulu. Kështu ka qenë. Qysh sqarohet, pra qysh kanë ndryshuar prej yaqulu, edhe është bë yaqul. Prej yaqulu bë yaqul. Po me bë yaqulu prej yaqulu, pra yaqulu me tingëllusi yaf'ulu. Pra yaqulu thamë është fa'ala yaf'ulu. Mirë po për ta bërë yaqulu që të tingëlloj se yaf'ulu duhet që secila harakat vendoset në peshorën e saj të matur. Në mëzanë e sarfit. Pra s'pari kemi thonë kur të formohet prej madhit vendoset jeja e mudarit, pastaj vendoset faul kelime me sukun, pastaj ainul kelime edhe pastaj lamul kelime. Pra në këtë rast qawala bëhet yaqulu. Qawala yaqulu. Mirë po arabt nuk kanë thonë yaqulu, por kanë thonë yaqulu. Pse kanë vepruar kështu arabt? Kush do më na thotë? Po, e kanë parimin e madh që kam e përdorin shpesh arabët që quhet iltimasul khiffa. Me kërku lehtësimin, të kërkuarit e lehtësimit. Me thonë yaqulu është shumë e rëndë. Do të thonë me vendos damën me waw, kjo fjalë bëhet shumë e rëndë. Waw është shumë shkojnë e rëndë. Edhe dame kur vendoset me ta, atë bëhet dy fish e rëndë. Po. Kjo është vetë I parë. Do ndoj I parë I folje. Ne e marrë edhe tjera të shoh. Po, ka edhe tjera. Ka me yakumu. Qawama yaqumu. Tash wavi e ka rëndu shumë, nuk mundet me mbart peshën e dëmës. I vjen shumë rënd me mbart peshën e dëmës. Çka ka bërë atë? Pasi që kafi është I lirë për haraketet, s'ka, do më është me sukon, s'ka haraket hiç, ja kanë marrë vavit haraketën edhe ja kanë, do thonë e kanë ndihmu për mes kafit. E kanë kërku ndihmën e kafit, edhe e kanë vendos damën të kafi edhe u bë yaqul. Pra ja ka dhonë haraketin kujshis vavit. E që është kafi, edhe e kanë bë yaqulu. Qawala yaqulu, malet ju ka ardhë me bë qala yaqulu. Në këtë mënyrë pra kanë fitu foljen yaqulu. Dhe iltimasul khiffa, kanë kërku lehtësimin. Yaqulu ju ka ardhë shumë rënë, edhe rënë është me thonë yaqulu.
Edhe që nga bë, kafi është e dirë, ka më pja kalojna dëmën, pi vavit pe kalojna të kafi edhe pe bajna jekulu edhe malet ju ka tani me shqiptu, jekulu. Tashtu ju vendos rregullat, më nuk ka ndryshime. Do të thonë u krya jo. Rregullat parimet janë vendos krejt. Këto që ai bojnë arab, këto shkërtesa këto janë si dialekte kështu gjuhë rrugës. Po. Dhe ky shkojnë do të jetë parimi për çdo folje e cila ajnin e saj e ka waw. Kjo është parim pra. Për çdo folje që ajnin e saj e ka waw. Për shembull, bala yabulu. Çfarë thon, çfarë është bal? Ja. Me urinu. Bala sharafa. Bala ajo është ba'a me shit. To e si shembull. Yabulu. Po, çu ka qenë kjo? Yabulu. Shumë rënë me thonë, yabulu. Ma let është yabulu me thonë. Gjale Yajulu. Gjale yajulu. Qa është gjale? Gjale o me po gjiro. Që pojnë ta shqipës. Ja Allah një kruk. Shavo gjale i thuhet edhe kur të qohet plohnin kështu që i fryn era dhe e sill. Gjalet torab. Po plohni kur qohet nalt edhe që e sill era thonë gjalet torab. Edhe gjaleb me shku dhe një vend më këthy kështu. Me shëtit. Zale Yazulu. Për shembull, yazulu është shumë rënd, më thonë, yazulu. Kështu që e kanë lehtësuar atë. E kanë bëj yazulu. Zala yazulu, do të thonë është katru diçka, nuk është më, është duk. Zala yazulu. Ja, zelza është më dridh. Është katru, është duk, nuk ekziston më. Le zawalu dunja ahwanu inda Allahi min qatli rajuli mu'min au kama qal. Le zawalu dunja, shkatrimi i dunjas është më e lehtë për Allahun se me vrani besimtar. Hadith. Zawal. Me bajira. Aba Yaubu. Aba Yaubu është këthy. Aba Yaubu është këthyër. Është këthyër. Dy hamze, tash kena me marrë. Hamze alif ba. Po. Oralisht është fat awaba. Aba. Po. Awaba është në origjinalin që s'është më. Që s'është më, po. Awaba. Jo nuk është awaba, po është wa'aba. Yaubu. Wa'aba yaubu. Tash e marrë shumë. Taba yatubu.
Tabe jetubu është pendu. Tobe, ka va tobe. Pendohet jetubu. Jabe jejubu. Jabe jejubu. Jabe është shkput diçka. Është shkput. Është shkput diçka. U ndo. Jabe jejubu. Sama jesumu. Çfarë është sama jesumu? Ja. Ajo është same. Ajo është same. Same. Jesumu. Same jesumu është ka shku në drejtim tina, në drejtimin e tij që e ka pas, ka shku në drejtim ti. Same ka shku në drejtim. Ja, nuk di çfarë man. Same jesumu do të me dallu edhe fjalë në arabisht. Same, same. Jesumu, jesumu. Sin edhe sad. Kjo është ka agjeru. Ka agjeru. Kame jakumu është ngrit në kam. Raja jeruju. Kame jakum është ngrit kam. Raja jeruju, kjo përdoret për një produkt kur shitet në treg që shkon një mall që thonë të na han pazari. Raja jeruju. Raja të silatu. Pra ai produkti është i pranuar, shitet, e blej njerëz. Shqip të që akona i shpeja depota. Ja, për këtë folje. Qysh? Dame jedumu. To e se shambi. Për këto vlen e parime që e sa marë. Vlen parime që e përmenu më herë. Dame jedumu është ekziston për herë. Të na që thonë daima. Ose daim. Da përdo. Gjithmonë. Dame jedumu ka ekzistu për herë. Po, komisioni për herë. Dame jedumu. Fa'ala yaf'ulu është njëjtë sikurse po këto që i morëm kama, yakumu, qala, yaqulu, kështu më radh,
thamë është në kapitullin fa'ala yaf'ulu. Kjo është njëjtë sikurse kur themi kharaja yakhruju. Pra njëjtin kapitull është. Sikur kharaja yakhruju. Kjo është kharaja ka dalë. Yakhruj. Apo disi kjas së është kharëgjë e khërgju, e nuk është jekri gju se jekri. Kjo është sema. Sema. Kjas është kjo që e morëm drejtash. Abada ya'budu. Për shembull tjetra. Abada ya'budu ka adhuruar. Adhuron. Kjo veç me kallëzu që janë të njëjtin kapitull me këto. Qama yaqumu, po. Është në kapitullin fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Po, këto janë tre. Do thonë jo në sema, jo qiyas. Nasara yansuru. Yansuru, nasara yansuru. Do thot i ka dhënë ndihmë tjetrit. E ka ndihmu ose e ka bë me fitu, pa me triumfu. Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Thot Allah. Detyra jone është i bë besimtarët me triumfu, me ngavny. Kataba yaktubu, është gjithashtu në këtë kapitull. Ka shkruan, e kështu më radhë. Pra kapitullin në arabisht quhet El Babu. Që është thamë dhe më herët. Kapitulli në arabisht quhet El Babu. El Babu. Që kë kapitulli fa'ala yaf'ulu përveç që është kapitull, është edhe si lloj parimi. Është e kuptuar deri tash. Po, kjo është një lloj parimi që kam përdorur për 4 lloj të foljesh, që kemi marrë më herët. Fa'ala yaf'ulu është parim që kam përdorur për 4 lloj të foljesh. Do thotë që ato folja kanë me pasu kapitullin fa'ala yaf'ulu, modelin ose kombinimin e njëjtë. Pra kapitulli në këtë rast bëhet parim për shkak të llojeve të shumta ose ndryshme të foljeve që e pasojnë ato. Pra na thamë se mund të bëj parim nëse përdoret shpesh. Edhe në këtë rast, kapitulli fa'ala yaf'ulu për shkak të foljeve të shumta dhe ndryshme që e pasojnë, shndrohet edhe bëhet si parim. Bëhet parim. Mirë. Para se me vazhdu, na të bëjnë një përsëritje shkurt edhe të mësimeve të mëhershme. Po kjo është mirë me majtë mend. Kapitulli fa'ala yaf'ulu është ka u bë si parim për 4 lloje të foljesh që kemi marrë inshallah. E kundërta e foljes salim, çka ka qenë? Ghayru salim. E kundërta e foljes sahih. Ja. Kjo është e njëri, jo të folje.
mu'tal. Mu'tal. E kundërta e shkronjës sahih, që shuhet? E kundërta e foljes sahih është mu'tal. E kundërta e shkronjës sahih illa. Po, ahsan, illa. Folja salim është e lirë nga 3 gjëra. Cilat janë ato? Tad'if. Pa, fi harufu lillah, fi hamzës dhe fi tad'if, fi dyfishim. Shkronja sahih është çdo shkronjë përveç cilave shkronja? Edhe hamzës. Po dhe shkronja sahih është çdo sen përveç këtyre trijave. Do thonë përveç waw, elif edhe ja. Përveç waw, elif. Po, përveç waw, elif edhe ja. E këto janë huruf illa. Pra folja sahih është ajo folje që përmban vetëm shkronja sahiha. Vetëm shkronja sahiha. Mirë, vazhdojna. Kjo është përsëritja e shkronjës. Lloji i parë i foljeve në të cilat është qiyas, kapitulli i parë janë kur ainul kelim është waw, që shëmburum deri tash. Këtu dama në ain, po të yef'ulu, fa'ala yef'ulu, do të shkoj të shkronja e parë siç është kale yaqulu. Po kale yaqulu e kemi bërë kale yaqulu, po kjo është si përsëritja ndër mësimit sotëm. Pra ajni i foljes është wavi, edhe dame ju ka dhënë shkronjës përpara saj, që është kafi, pra që është faul kelime, që është faul kelime. Edhe do thotë shkaku pse kanë vepruar kështu ra, për arsye se dame i përshtatet shkronjës waw. Pra për mbi waw është e rënë dame. Mirë, po kur janë para wawit i përshtatet shumë, për arsye se dame zgjatet me waw. Për shembull, fetha i përshtatet elifit, për arsye se fetha zgjatet me elif. Ja, kesra i përshtatet jes, për arsye se kesra zgjatet me ja. Shredina gjithë zgjatimet. Edhe në këtë rast dame wawi përshtatet wawit, për arsye se dame zgjatet me waw. Edhe për këtë shkak u bë kale, për shembull yaqulu, kale yaqulu. Përsëritja tjetër thamë që kur vjen për emri ha në fund foljes, atëherë kjo tregon që folja është mutaaddil. Për shembull darabahu, ha me dame. Foljet e kapitullit të parë. Kena me marrë shembuj më shumë inshallah, për foljeve të kapitullit të parë, pa që është fa'ala yaf'ul. Mirë. Na sham rina dhe i para zonë. Foljet e kapitullit të parë. Kur ainul kelime është waw. Kjo është pra foljet e kapitullit të parë kur ainul kelime është waw. Mirë. Kur'an el-kelime është waw. Për marrëm foljen që e morëm më herët abe ja ubu. Ja ubu. Kjo folje do thot të kthesh. Abe i ka 3 shkronja. Po na këto vi shumë veç 2, apo? Abe. Mirë, po ajo do thot i ka 3. Po ajo derivon prej foljes abe. Do thot hamza, alif edhe ba. Kështu.
Mirë po kjo folje, që është thamë dhe më herët, kjo folje në origjinë ka qenë awaba. Në origjinë ka qenë awaba. Tash janë nesën pak më komplikuam. Aba është të këthash. Aba në origjinë ka qenë awaba. Në origjinë ka qenë, kjo folje në origjinë ka qenë awaba. Për këtë arsye këto shkronja quhen huruf illa, se ndryshojnë shumë. Awaba. Pra këto është aplikuar parimi i ndrimit shkronjës waw në elif. Parimi i ndrimit shkronjës waw në elif, që e përmendëm më herët. Pra kjo është në kapitullin fa'ala yaf'ulu, aba ya'ubu. Edhe këto awaba e shohim që wawi ka haraka. Para sajna është shkronja që ka fetha, atëherë wawi ndrohet në hamza. Në elif. Wawi ndrohet në elif. Mirë po, kur i kem në hamza dhe në elif bashk, atëherë ato shkrihen. Ose kur i kem dy hamza bashk, në gjuhën arabe shkrihen. Shkrihen edhe bëhen bashk, edhe bëhet në hamza me zgjatim. Bëhet hamza me zgjatim edhe bëhet aba. Aba. Kjo është propi rregull. Po to kena vepruar njëjtë çysh kena vepruar te qawala yaqulu. Qawala yaqulu. Po qawala është ndru qala, yaqulu është bë yaqulu. Edhe në këtë rast awaba u bë alif edhe ba. Mirë po në gjuhën arabe do thot elifi edhe hamza edhe elifi kur bëhen bashkë, ose dy hamza kur bëhen bashkë, çndrohen në hamza me zgjatim, pra në këtë mënyrë. Hamza me zgjatim këtë mënyrë. Edhe mbi ta vendoset kjo shaja si valje. Valje vogël, e valzuar, ha? Si valje është. Pra e valzuar kështu. Dhe kjo shajë quhet madda. Madda, që tregon që ka zgjatim. Zgjatimi quhet mad, kurse shenja quhet madda. Pse do thot, cila është arsyeja kur dy hamza, kur janë njëna mas tjetrës bëhen bashk, ose hamza me elifin bëhen bashk. Pse kanë bërë kështu ata? Dhe këtu vjen po, iltimasul khifa, kërkimi i lehtësimit në folur. Jo, e që i kanë shqiptu. Ose si kanë pas, kështu në shqiptim i kanë pas. Në shkrim jo. A më në shqiptim, kuptohet i kanë pas. I kanë ditë. Po. Po. Ma vonë ju ndonjë arpatë shumë. Mirë. Kjo ishte një prej folje. Folja tjetër është ba'a, në gjashëm e këta. Pra ishte aba, kjo ba'a. Ba'a yabu'u. Ya'u. Po. Po hamza është. Sa është të qasë. Kjo është për lanë të quhet imla, diktimi që mësohet që është rregullat e hamzës. Rregullat e hamzës. Nëse na mëson Allahu në tarmën me kry sarfin edhe nahwin ta i kalojnë të rregullat e hamzën. Hamza ka shumë rregulla që shkruhet. Do na kena pas një lanë të caktuar që kena marrë mos gabosha në vit me ditë që shkruhet hamza. Hamza. Kur është me dame, kur para sajnë ka fetha, kur para sajnë ka dame kështu më radhë. Kesre. Po.
Ba e yabu e ka shumë kuptime. Po, pi kuptimi është edhe ajo që është te ba. Po është të kthesh të bartësh, të pranosh, po të pranosh kuptimin e kryerjes apo marrjes përsipër një gjëje. Nalë edhe shta. Kush e din një tekst pi Kur'anit apo pi hadithit ku përdor ç'kjo fjalë, ç'kjo folje. Yabu'u, ba'a yabu'u. Besoj që e din e çdo të më menupa. Tjetër vet. Ç'më thon? Ajata? Qysh është të vëllë? Dhe nuni po menoj, jo dhëllë këfl, Junusi, kur ka në bark. Qa ka morë për si për dhe këfl? Aha. Sejidul Istighfarin, a dini për mash? Sejidul Istighfar, dhikri që quhet Sejidul Istighfar, zotria Istighfar. Do më i mire Istighfari, që s'ka Istighfar më të. Abu'u laka bi ni'matika alej wa abu'u bi dhanbi. Pa i thua Allahut, po, e pranoj ose kam e di mirësitë shumta që më ke dhënë mu, edhe e pranoj gjunohen që ta kum botni. A nuk e dini për më shto? La ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduk. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alej wa abu'u bi dhanbi. Wa abu'u bi dhanbi. E pranoj. Pra marë për si për mërej e pranoj gjunohen që ta kum bot ty. Po, kjo thuhet në mëngjes edhe në mbrëmje, zikër të mëngjesit dhe mbrëmjes, edhe thuhet para se me flajt. Pejgamberi sa më thot ai që e thot para se me flajt, do thot duke e ditë kuptimin e saj, duke thonë me zemër, edhe vdes në tat, vdes në islam. Pastaj vazhdon faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kurse në surën Anfal Allah thot wa man yuwallihim yawma idhin duburahu. Ai cili ja u kthen shpinën. Adet, pra i qafira kur takohet front me ta. Illa mutaharrifan liqital, pra që ati që tërhiqet me qëllim që të sulmoj përsëri. Pra është taktike e luftës. Ja kthen shpinën që mu kthy prap. Au mutahayyizan liqital, ila fi'atin, ose ja u kthen shpinën që ju bashkuni grupi tjetër të besimtarëve. Pra këto bëhet përjashtim përveç këtyre dy rasteve. E ai që ja u kthen shpinën thot, atë faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Thot ai ka kthy drejt vetës, pra ka shkaktuar, ka kthy drejt vetës hidhrimin dhe zemërimin e Allahut. Wa ma'awahu jahannam wa sa'at masira, thot përfundimi i tij është xhehenami. Ose si streh pa pas xhehenami sa fundi keq. Mirë, e zoni është gati. Inshallah javën e ardhshme vazhdojmë për këtu këna vetë, i përshkojnë këtu ajetën edhe hadithin për këtë folje ku përmend, edhe vazhdojmë me tjera folje. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala